Pas 6 muajsh në izolim, a I kthehet në shtëpinë e tij, në fshatin e tij të dashur, Pavlan. Deri më tani bota kishte qenë një botë tjetër, e ndarë nga e tij, ku çdo ditë kishte qenë një betejë e panjohur me vetveten, emocionet dhe sfidat që ai kishte kaluar në vëmendjen e pafundme të kamerave. Po tani ai ndodhet në një hapësirë që e ka të njohur, që e mbush me ngrohtësi dhe siguri. Kur ai kalon pragun e shtëpisë me një ndjenjë të veçantë, e mbush shpirtin e tij, nëna e tij. Ajo nën që ka pritur me padurim momentin e rikthimit të tij, është aty, me duart plot ushqime tradicionale, që shpesh kishin qenë pjesë e kujtimeve të tij më të ngrohta. Ajo ka përgatitur me duar të sakta dhe me dashuri të pakufishme. Çdo gjë dhe çdo gjell që ai ka dashur kur ka qenë I vogël. Përsëri, ai mund të shijojë atë ndjesi të thjeshtë, por të paharrueshme të dashurisë së përjetshme që ofron një nën. Në momentin kur ai e ndjen aromën e byrekëve, të gatimeve që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij, gjithçka që kishte kaluar në këto 6 muaj merr një kuptim tjetër. Sytë e tij ndriçohen dhe zemra I mbushet me mirënjohje. Nuk ka mundësi të shpjegosh kurse e rëndësishme është dashuria që ka në çdo fjalë të nënës, çdo pjatë që ajo ka përgatitur për të. Kjo është shtëpia e tij, ky është shpirti I tij dhe këtu, pas gjithë asaj kohe të kaluar në një botë të huaj, ai gjen paqe, kuptimin dhe dashurinë të pakushtëzuar. Në këtë moment, ndoshta për herë të parë, pas kaq shumë kohësh, ai ndjen se ka mbyllur një cikël dhe ka hapur një cikël të ri. Një cikël që flet për forcën, për sakrificat, për dashurinë që ndodhet në çdo skaj të jetës së tij dhe që do ta shoqërojë gjithmonë, pavarësisht nga gjithçka që ndodhi jashtë këtyre dyerve. Gjesti kthehet në Pavlanin e tij të dashur.